janë ble pare, cash, të janë lodra, mirë, po janë ble, ju kanë dhonë miliona, 400 milion euro, ju kanë dhonë, kanë shku drejt Serbisë, drejt kompanive të tyre të njerëzve shumë të dyshimt. LDK është duke akuzu Gjoja që është duke u ble rrym prej EFT-s Serbisë, pra pronar serb, edhe kjo nuk është e vërtet. Prej EFT-s është ble rrym pikërisht në kohën kur ka qeverisë LDK-ja, dhe nuk është ble sasi e vogël. Janë ble dikun 400 milion euro nga vitit 2000 dhe në vitin 2012 nga EFT-ja e Vuk Hamovicit, djalit të generalit serb, dhe nga Rudnopi i Damir Fazliqit, që thuhet që të jetë nip i ish shefit e sigurimit të Miloševićit, Jovica Stanišić. Mirë, po këto janë vetëm spekulime sa i përket nip lekut e tij, sepse nuk është vërtetu ende asgjë. Mirë, po ajo që është e vërtetuar dhe është e rëndësishme në këtë rast është që janë ble plot 400 milion euro rrym gjatë kësaj periudhe nga Kosova në dobi të njerëzve shumë të dyshimt në Serbi. Dhe kjo çështje duhet me u hetu. Pra, janë ble pare, cash, të janë lodra, mirë, po janë ble, ju kanë dhonë miliona, 400 milion euro, ju kanë dhonë, kanë shku drejt Serbisë, drejt kompanive të tyre të njerëzve shumë të dyshimt, e për me siguru kjo sasi ka qenuar me energjisë elektrike, do politikan këtu o të kondeshën më konë të lidhën me ata, edhe dine që janë konë, edhe duhet që të hetohet në thelbë kjo çështje. Qysh është përfitu një sasi kolosale e para në atë kohë, kur na për një men na konë bajak i fukaraj, kena pas punë bajak i keq ekonomikisht, 400 milion euro që atë kësaj periudhe, pjesa më e madhe cilës janë nga viti 2005 dhe në vitin 2012, pra rreth 300 milion euro janë në atë periudhë, është ble kaq shumë. Ta hetojmë e të pastrohemi një herë e mirë nga këto paçavura politike.